Kalojmë te dhoma e djalit të pastrojmë, edhe këtu bëhet nami, sado që djali nuk pararin në dhomën e tia, do me thënë vetëm sa për të fleitur edhe pastaj e gjithë ditën është poshtë, me që shtëpit aty në Angli janë 2 katshe, edhe dhomat e gjumit i kemi lartë, e saloni dhomën e pritjes, do me thënë edhe kuzhinën i kemi poshtë, që kështu nuk kalon ditën në dhomën e tia, po sado që të ashtu bëhet nami, duhen ndërruar çarçafët edhe të gjitha gjërat edhe faqet e jastëkut. Unë tani me që dhoma e djalit ka shumë dritë, kam edhe të gjitha gjërat e make-upit e ato të mijat i kam të dhoma e djalit që bëhem gati. Tani për sa kohë akoma do më thoni, nuk e di. Se djali ka filluar edhe ankohet, çfarë bën te dhoma ime, pse je këtu të vesh te dhoma tënde. Që kështu nuk e dia, do të kem edhe për shumë kohë aty, të gjitha këto make-upet e këto, po për tani jemi akoma aty. Që kështu si shikoni rregullova edhe krevatin e djalit, tek pjesa tjetër e videos do t'u tregoj të gjitha ato që pastrova dollapët edhe make-upet e të gjitha përfundimin.